Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah në falënderojmë, atë madhrojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dërgojmë. Të nderuar ju që përcjellni këto qëndrime dhe sqarime nga ky kënd, sot fatkeqësisht më detyrohet që të flasim për një fenomen i ri i cili ndodh në mesin e shqiptarisë. Konkretisht me një prej qendrave të tokave shqiptare në Prishtinë. Bëhet fjalë për një organizim në cilën organizim dëshirojnë të trimërojnë të rinjtë dhe të rejat, të ashtojnë guximin për të manifestuar një vepër të turpshme. Kjo që organizatorët e synojnë dhe e kanë deklaruar në promovimet e tyre, nuk është një gjë e re që s'ka ndodhur në botë. Ata se kanë zbuluar Amerikën me këtë që e organizojnë dhe e bëjnë. Neve i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vite me radhë dhe shekuj me radhë përpara na ka treguar se nuk do të ndodh kiameti derisa njerëzit nuk bëjnë marrëdhënie intime rrugëve sikurse kafshët. Mirë po, është e pakuptimt që në mesin e popullit shqiptar të njohur për respekt të traditave, të njohur për një konservatizëm familjar, të njohur për një ndershmëri dhe bile të njohur për qitje të pushkës për në përkambjen e nderit, dalin njerëz të promovojnë kësi lloj antivlerash dhe të promovojnë ato si dukurinë normale në shoqërinë tona. Ky fenomen fatmirësisht zgjoi reagimin e shumë shtresave shoqërisë sonë, intelektual, shoqata studentore, individ. Të gjithë ata treguan se janë kundër këtij lloj dhe kësaj lloj forme të manifestimit të kësaj paturpshmërie të skajshme që mëtohet të realizohet nëpërmes këtij organizimi. Por kur të analizojmë në kontekstin shoqëror, Kosova njihet si vend me nivelin më të lartë të rinisë. Parashtrohet pyetja si erdhi ky konstatim që të kemi në një popull të ri, falë ndershmërisë dhe marrëdhënieve të rregulluara normale intime. Të gjitha fitoret tona i kemi bërë me forcën e asaj rinie. Sot dikush don që të na shkatron popullin ton që ne nesër mos kemi forcë e cila do të lufton për vatan, do të lufton për të drejta dhe do të punon për një ardhmëri më të lumtur. Do thotë kur promovohet homoseksualizmi si vlerë, lesbicizmi si vlerë, shturja morale si vlerë, atëherë parashtrohet pyetja si do të zhvillohet ky shtet, si do të zhvillohet ky popull, cila është ardhmëria e këtij popullit. Andaj jo rastisht të gjithë profetët e Zotit, të gjitha shoqëritë e shëndosha, të gjithë njerëzit e mençur thrasin të ruhet familja, qeliza bazë e zhvillimit shoqëror. Kurse këta organizime janë kanceri i qelizës bazë familjes. Dhe paramendoni se çfarë zhvillimi do të thotë jo normal, abnormal shkakton kanceri në trupin e njeriu, kështu këto organizime janë kancer i familjeve të shëndosha. Dhe për këtë shkak, të gjithë duhet të jemi njerëzori, edhe politikantë, edhe intelektualt, edhe sektori civil, të themi ndal dhe stop këtyre reformave që mundohen të na imponohen nga jashtë e para se nuk janë kompatibil me natyrën e njeriut, nuk janë kompatibil me mësimet e Zotit, nuk janë kompatibil me traditat tona. Dhe për këtë shkak, duhet të përdorim të gjitha mekanizmet e mundshme për të vetëdijsuar popullin dhe për të treguar se rreziku është i madh dhe pasojat janë fatale për zhvillimin e popullit ton. Nëse dikush nuk reagon në emër të fesë, atëherë duhet të reagon në emër të traditës. Se nuk reagon në emër të traditës, të reagon në emër të platformave politike për ardhmëritë të shëndoshtë të popullit vet. Nëse nuk reagon në emër të kësaj, spakun në emër të zhvillimit biologjik të popullit ton, vjimësisë biologjike të popullit ton, se këto forma do të shkatrojnë forcën ekonomike
që e mban gjallë një popull. Dhe njëra prej elementeve që sot Perëndimi ka problem është, do thotë, kur shthurja morale ka dëmtuar familjen, mungesa e të rive, atëherë pleqt pensionista bëhen barë për një ekonomi të një shteti të zhvilluar siç është Gjermania, e mos flasim për shtetet tona që kanë një nivel shumë të ulët të zhvillimit ekonomik. Andaj nuk është e madhe, nuk është e shumtë, nuk është ekstreme ta ngrisim zërin të gjithë ne në format e ndryshme, internet, profile, rrjete sociale, komunikime të lirë, emisione debative, do thotë SMS-e, të gjithë na të ngrisim zërin dhe themi jemi kundër kësaj forme të veprimit, të organizimit i cili e dëmton thellë dhe rand zhvillimin biologjik, shoqëror, social të popullit tonë dhe normalisht është kundërshtim me parimet fetare të fesë tonë të madhe islam. Elusim Allahun ta udhëzon popullin tonë, të udhëzon të rinjtë dhe të reja tona, të mbron këtë popull nga çdo formë eksperimenti. Shikoni, kaluarën eksperimentuan me ateizëm. Nuk arrit në sukses. Tash po mundohen të eksperimentojnë me shturje ekstreme. Jam i bindur se nuk do të arrijnë sukses. Më dhimbën ata që do shkojnë viktim e këtyre eksperimenteve, mos lejojmë na të shndrohemi në mijë të laboratoreve të ndryshme për të eksperimentuar me na, sepse do të jemi më vigjilent, më të vetëdijshëm, më inteligjent, që mos lejojmë dikush na përdor si mijë për eksperimentet e veta. Elusim Allahun të vetëdijson popullin ton, elitën politike, intelektuale, që të ruhemi nga këto lloj eksperimente e të vazhdojmë rrugën e zhvillimit ton, ashtu siç na mëson Allahu fuqiplot dhe pastaj siç na ka mësuar edhe të parët ton konform parimeve që janë të dobishme për rrethin dhe jetën tonë. Prej muhabeteve që thuan në lidhje me këtë organizim, se kinse jeta intime të shqiptarët është tabu dhe është një lëmi e panjohur, që nuk është e vërtet. Përkundrazi, edhe aspekti të ditës fetare, po edhe ajo kombëtare, tregon se jeta intime ka qenë në nivelin më të lartë të zhvillimit në mesin e popullit tonë. Andaj, nga një jetë e tillë e zhvillimit jetës intime, është produkti, janë fëmijët e shumtë në numër të familjet klasike të vjetra për dallim prej familjeve të reja. Nëse dikush mendon se do thotë jeta intime është e zhvilluar në perëndim, atëherë shohim se ata nuk kanë, domethënë, jetë të përbashkët bashkëtorë. Mos flasin domethënë se jeta e tyre përfundon me qenë edhe kafsh. Për me tregu se jeta jonë e zhvilluar intime, do thotë ka sjell numrin e madh të fëmijëve për dallim për atyre që s'kan jetë të zhvilluar intime, dhe normalisht alkoholi, drogat, shqetësimet, streset, do thotë nuk japin atyre edhe vullnet për jetë, domethënë të avancuar intime, për dallim të popullit jon të shëndosh mentalisht, të shëndosh fizikisht, të ruajtur nga smundjet e ndryshme që vijnë rezultat i zinas dhe prostitucionit, dhe pra çka do të jeta është mjaft e avancuar dhe normalisht rezultati është fëmijët të shqiptarët dhe kafshët qend apo kafshëra tek perëndimorët. Dhe kjo është një prej argumenteve që u tregojmë se ajo ka qenë e njohur dhe ka qenë në nivelin e lartë, fatkeqësisht ky lloj i mendimit dhe kjo formë e veprimit është ajo që e dëmton jetën intime të popullit dhe nuk e ndihmon dhe nuk e kultivon atë dhe nuk e bën më të begatshme, për fatkeqësisht domethënë e dëmton dhe e jep kajet gabuar që nuk është produktive për zhvillimin e popullit tonë. Allahu na ruaj dhe udhëzoft popullin tonë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.